të gjithë qytetarët e Kosovës që të marrin pjesë në këtë proces elektoral dhe sigurisht të bëhen pjesë e votimeve. Zoti Shabiu, duke ndjekur edhe këto deklarata, madje duke marrë edhe raportimin që bëri pak çaste më parë kolega jon nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve atje, numri i votuesve deri në orën 9 të mëngjesit ishte ulët mbi 50, afërsisht 50-55.000. Çdo të thotë kjo? Jo, po besoj që është shumë herët, edhe jemi në një periudhë dimri, normalisht tash kemi edhe një numër të madh të mërgatës që ka ardhur në Kosovë, po supozoj që mbrom deri vonë kanë qëndru me familjet e tyre dhe sot ndoshta janë zgju pak më vonë dhe pritet që numri i votuesve në Kosovë kësaj radhe të jetë edhe rekord historik, sepse asnjëherë nuk ka qellu deri tash që zgjedhjet organizohen në periudhat pushimeve kur mërgata ka pas pushim. Zakonisht zgjedhjet janë organizuar në periudha edhe me votimet me postë nga vendet ku jetojnë, por gjithashtu edhe mund të jetë edhe mbërritja në mënyra të ndryshme me automjete, me avion që vinë për të votuar pikërisht. Tu është esenca, sepse kemi pas votime, për shembull herën e fundit dikon 80.000 qytetarë kanë shfrytzuar drejtën e votës me postë dhe në ambasada dhe konsullata. Ndërsa kësaj radhe interesimi për të votuar në ambasada dhe konsullata ka qenë më i vogël për faktin se një numër i madh i qytetarëve vetëse kanë lënë hapësirë që të vinë fizikisht votojnë në Kosovë. Dhe sipas dhënave që i kemi për Ministrisë Punëve të Brendshme janë më shumë se 400.000 qytetarë që janë futur në këtë periudhën e ditëve të fundit dhe edhe mund të themi nga 20 dhjetori. Po i themi. Po nga 20 dhjetori dhe edhe sot pam disa raportime që nga mëngjesi ka kolona të gjata në aeroportin e Prishtinës, gjë që e bën të mundur që të parafrojmë faktin që mund të kemi edhe një pjesëmarrje historike që nuk ka ndodhur asnjëherë në Republikën e Kosovës. Kemi pas herën e fundit 938.000 qytetarë që kanë ushtruar drejtën e votës, por kësaj radhe pritet që kjo shifër të kalojë mbi 1 milion qytetarë që do ta ushtrojnë drejtën e votimit, si asnjëherë më parë në Republikën e Kosovës. Por duke qëndruar në fakt tek vota diaspora, sa ka një orientim kjo votë se për pëlqyeshmërinë politike që ata kanë ndaj cilit krah, duke po bëj këtë pyetje duke marrë shkase nga një deklaratë e zotit Kurti pak çaste më parë, i cili tha se në asnjë lloj mënyre shansi për koalicioni iku dhe duket sikur edhe ai e ka projeksionin që kjo votë të shkojë tek lëvizja vetvendosje në mënyrë që edhe zoti Kurti të bëjë numrat i vetëm dhe të krijojë qeverinë e re. Apo ka projeksione të ndryshme kjo votë, mund të shpërndahet, por ngelimi ke thesi, ke zona, ke pjesa më e madhe. Historikisht vota e diasporës është shpërnda, pavarësisht tentativa dhe propagandave që i bojnë partitë politike, sepse normalisht interesin e tyre është që të rreqin sa më shumë qytetarë të diasporës që të votojnë për ta. Kjo është faktin që diaspora është pak më e ndjeshme dhe e ka më të shprehur sentimentin dhe tentativa e partive politike është që të ngjallë këtë sentiment dhe në aspektin ta zhvendos një farë forme emocionin para arsyes. Dhe edhe zotri Kurti dhe kandidatët e tjerë normalisht që përmes formave të ndryshme, përmes tentativave dhe strategjive ndryshme të komunikimit kanë tentuar që me të rrëheq sa më shumë votën e diasporës, duke pas parasysh që fluksi kësaj radhe do të jetë shumë më i madh i diasporës se sa